Mi këthi pas hitit të ditës, ishte Sabri Fejzullahu, tashmë unë dhe Visari, paralajmëruam edhe misafirin që e kemi ofër, është komediani Adnan Pjaku. Mirë se erdhe. Mirë të gjitha. Jemi sarsi, blerona paksi, a jemi qëshje, apo lolli, që është kalut pra me ryven e me. Se kom thirën telefoni, kom thonë rrë, sa e pa haliti ka njëherë. Edhe i kom thonë me najtë mirë, po mirë kështë najtë më do këtë, apo? Mirë, kryesisht ka qenë mirë. Super, qështë po kalon ju? Mirë, bre. Teja je do? Super, jem loll, po shqyqërza që po ka punë. Kështë po kalojna mirë, dhe thëtë, po hecë, po... Qysh po të shkojnë këto punë dhe qëfar punë po ki që të... Po vëlloj qigare po shkepi ma shumë në përdashtë, ma qitash. Mirë, blerona, po jemi në sezonë, po mënojnë prahengje familjare, shqyqër zot që mirë që për nga thrasin, po jemi nderum me hine për familje dhe me bani pjesë të humorit, kështu që po kalojna mirë, njerëzit sot keshin me neve është mirë, kur nuk keshin do të me bo diçka tjetër. Dhe sa që shqiti bre? Se s'na rrëm me vetë heq, që e ki punët. Po më pëlqen e kom pa na 2 herë emisionin për arsye se ma shumë natë me punë, po më pëlqen, bravo i ko për vullnetin edhe për... Po jeni shumë s'po di, unë e di që jeni të lodhë gjatë ditës, po kur po jeni në emision shumë happy, shumë wow, ashtu. Bravo. Shumë po ma që një mollin tamë, shumë po jeni jatë nona dy qështë. Po munohem shtu ka pak edhe Shumë po një jatë nona. Adnan, ma herët, hish mu stani burtë mirë, sa më rëzbija. Blerona ka kry. Jo, Blerona është pak me foot catch, sonte, kështu që... Kjo më barkë shkon, do më thonë për fut. Dhe shkalusë është Po të du me pi, sanet top ta kryesisht, gripi. Aja do, kamermoni ta nëzhen, a pja nëzhen për ishtë Blerona dhe shpak. A ta nëzhen ishtë. E kom loni jo më nëzhen, për të nëzhenjët ma Cëlla ke qatë pytje se... Ma herët, po më shumë vite ma përpara, u kun ma pak e shprehun kjo forma me iftu komedionat ose grupet e ndryshme të komedisë në përdasma në prajindi, që tash ma shumë po praktikohet që kjo pjesë. është shumë mirë për juve, kështu që s'po të pësë që sheshen këtë aspekt, po sa me ndonë që ka nevoj me një dasë me pas skeqe humoristike. Blerun, zakonisht, unë e pequja është dashma të na në Kosovë në 3 potezat, të thëtë musafir të hynë, hyrja nusës, prehetor të jam natën e mirë, kalofshë mirë për të mira. Avden dashma donë spontanitet. Avden na halon nuk po kemi të quja është kulturë shumë për dashma, unë e pevrej që po të thirë musafir të edhe që njën e vjen në gjysë. Me nërë të dira me thonë kush, ku kje dhe i tash? Avden, pëse s'po vje vla, për shëf të estet. Mazënenaj, ti përdi që aje dashën bat me parë. Në momenti që ti vanohësh, tash quje vetë ndash vip, ndash qysh dush, pse po vanohësh kur dashma të këbon, si këtë në herë që jenë bo, ka thirë 2 ditë për para. Tash po bat 1 vit për para, për din që kemi shku të adnoni dashën me 18 korrekt 2017, më po bje fjalla, edhe qysh po mështi për 1 vit me koni saktën 8, ka thirë 8-15, mas shumë 8 e gjys. Po bë shkon 9 e gjys, a i kejt ato pare, mas vënit të nëse shkon 9 e gjys. Kush vanohet, do të të në pritje, gjithëherë vanohet edhe nuqa për me hy, vanohet edhe gjithçka, kështu që përshka gjithçka keq, kështu që saj përket se dole ashtë me më falë, apo kupton, më zbana në list, po mirë po është kur për janë edhe të ponat, mirë që për janë edhe ansambli show ta shumë në për dasma, mirë që për ka dhe humor së është më rëndësia, jemonë si atë nana, sevda ju a rasim thashit cima, mirë që thejhet pak dasma, se veç muzik, po thejhet pak, po bëhet interesant, në sa dasma përshkojnë, është interesant, është krejt familjarët kënaqen me neve. Nuk është kallaj edhe me him familje me bo humor, se du të me pas mas pari fjallin me kanar, me ditë sak qa du të me full, qa du të me thonë. Edhe ki shumë dashtë ma po bjen që e ki një përgjithsit molla po keshin as po keshin. Lidh njoni i nati që atje s'kesh. Edhe kur të shkoft bashkë që aty me pa që atipin. Myte që rina i të kesh që aty ty sytë. Aj nuk kesh. Edhe kur që me vetë, o vëllah, kom blej kërre jam bashkë, pëse për vlasë për kalë dhe për të li. Mirë, qëka të ka ndashëm, dhe më thonë, pjesë qoftë humor apo, është mirë. Në dasëm ku jemi konë, ka hi stafi kamarira me def. Në restorant President Gjakov, nëse zga bajt po. Aty me def, edhe kemi kënu me ta, disa shëhret. Qëka të bëjsh ndryshë shëhret, se na zakonisht në përdashme me mësu veç këngtari, edhe këngtari lodhet shumë. Edhe gjithë veç muzik, hajde pulmi pahojnë buk. Muzik, pahojnë qator, tes, pishpi edhe... Po, dasmat po evolojnë, ja ka njësë adin po ndryshojnë, po janë të njëjta, po kanë edhe pjesë humoristike. E që dhe po martohen, do me me të kërkush pa martohen, që kejtë po martohen. Kejtë martohen, a? Por bez kejtë martohen që të verë. So dasma e u konat noni? Nëse më skallë Ta që shia jemi. O lop, që e keni punë. Ja, na zakonisht shkojna në dasma që kemi shqoke, jarona nuk shkojmi kështu shumë me pare po mënoj. Pare biles marrë me heq. Halde në më zbërë që të pyte shpër lidhe, Bleron, që shjeti? A je mirë, qa po bëni? Qa të ke ryba për tja, qa të ka e qika? Dashta me të vetë diqka,
Ke pas shumë dasma këtë verë, sofra. Po të kalzë i kom pas 113 dasma, ta shune të janë, mirë, kom pas dasma, a di që është problemin Bleron? Po jo, se nuk ka kur që mi më shef dasma, ta dem pone po bëj humor në atë aspektin e këngëtarëve që tash tatimet e sene, jo, unë jem komedian, po më nëjë, dasma mashallah kom, është shumë e vërtet që na hengje familjare shkoj shumë, mira sajna që unë po nina mirë është që njerëzit po më thrasin edhe masa nej po më qojnë SMS edhe po thoj kesh mërësu në humorist jem, edhe po thojnë që bravo na ke knaqë që na hengun tonë edhe pak problem pe kam kur përshken synë e ti. Se për me nisë humor është pak maron. A vëtën, janë nisë për diqysh pak maron. Po shkojmi dhe më thonë edhe ka të bëha djalli sonet mësë me kajt, edhe kështër në restoran. Beson kjo shumë e sinqert, beson që qështë të edhe gjarrohit ja bojnë a kështër, bravo! Po shkojnë edhe në ti, në më thonë veç që ndek nuk shkojnë hala. 5 minuta ta bëjnë. Të tjera atë krejt shkojnë. Në ndek hala, po kanë me fillu dhe më thonë edhe ndek, hajde se vloj mallu mërzita, po vje pak... Pak, me na është liru edhe vlonë. Jem o knaqim, që shto kalën ju? Mirë, ku e konë dasmën e fundit? A sunetin? Dasmën e fundit jem konë Gjakov. Gjakov? Po, A e ndryshon theksën kush vend Gjakova ju? Jo, nuk kem nevojë sa ta na morin shumë vesh mirë shtysh qep me fol. Po, puna humoret e kam thënë. A ngacmoni varet për qytetet a ngacmoni me humoret të rrethinës? Po, shumë e vërtetë. Nëse shkojmë po Dyjev ose në Gjakov ose dikon vesmi na marrim shumë informacion. Unë nuk shkoj ndarsëm pa dal, si më thon me visarin. E di sakt i kajto visari, kënë ka nan, kënë ka bab, sa halla, sa motra. Unë jam shumë informuar me familje. Që kur t'hin familje... Me di shka? Po, me ditë unë e thras një dada zyllë që atje, edhe ajo që ditë ka unë e pedi kush është ajo e di sakt që ka tension në naltës, adin marri shumë informacione se për ndryshën me Sofin nuk mëna me bo humor. Unë kam një program pregaditën, po spontaniteti është shumë që e bët darsman e mirë. Ata nuk e ko pas rast, po më duket një ose dy, nuk më kujtohet. Kemi qenë Mirakli edhe kemi qenë Emeralde, kemi qenë... Me të pa ty bu humor. Edhe, prima është interesant edhe më bëjke për shtypje sa i liru Nietzsche me i lidhë që to humoret edhe krejt. Po, kjo ndërlidhet me që ato që e thema herë, dush me ditë në cilën familje po hen edhe që ka me folë. A ka pas raste që u prejk dikush ose... Jo, për që ta dalë me familjarë dhe flasën telefon shumë edhe njoftona mirë, gjithë herë thra zëtën e shpis me kona fërmeje, se kur të zëtën e shpis a fërmeje, se problemet nuk vinë kur për familjes. Problemet vinë një bajanak që atje, një djali tezës që apo di kërkush i heqa, kupton është gjithë herë një dikush i lartë. Kur nuk tutesh në familje që i ka marrë vllai i dhëndrit ose baba. Se s'dojnë me prish dasmë. Jo, gjithëherë vjen i bajanak, a vjen unë vesh të thët diçka, kupton? Edhe në ato momente jem edhe shumë i gjen shumë e hek me formë thama keni problem. A vjen nëse ki problem pritëm gjysore, unë i vesh i tesh ata të nanit edhe atëherë bisedojmë edhe ndryshe edhe apo kupton se puna jonë është e ndjeshme. Blerona unë sot punina shumë mirë, po të shakon veshëm me Sofina disa i shkon problem. Se e keni thirrë një humorist edhe momentin që je veshur me Sofina është shumë problem se ton presin hajde shtina me kesh. Po. A vjen, je me mask, është shumë problem, është shumë emocionuese unë dikush thotë, "Au kallaj, unë nuk është kallaj." Mu krejt majica mbrashme bëhet qoll një darsën, domethënë se kap edhe bën kështu krejt bëhet qoll. A vjen se ki përgjithësi njërit ka dhënë parë, edhe ti shkon aty, a disa keq që më thoni zoti i shtëpisë. I mirë je po kur që s'ke bë. Për ty është tretin kat. Atë ka ndodhur ne? Jo kurrë. Edhe inshallah nuk ndodh. Çfarë që të ndodh, këtë punë lamë në herë. Po më këtë punë jo, po dasma. Dasma. Sa është shumë rëndë të thonë, atë s'ke bë kur që është bagëran. Çushini brajni mirë se ti shpërndaj apo Jo, kam të dëgjuar me vëmendje se normal kjo pjesë nuk e ka veç atë humorin edhe atë racine, ka dhe mund më ta shpjegoj veç një humorist. Mund më ta shpjegoj Sevdaria. Ty unë 24 orë të moj ligjërata për këtë punë, a 5 më nuk kupton. Si ti, a disa ora mu merr kallajin pyetje, si jam humorist jemi shok. Prandaj marr Jakub Krasniqi më të ulshtë. A disa ora në kite. Për politik. Jo, nuk është puna veç për politik, për karakterit ti nuk lejem fort do të me konë shumë zotëri, a kupton? Dhe më thonë, sa pra, qështë edhe na kemi, momentin që veshësh me Sofin e ki shumë ashtirë, edhe pse na bojmë humor, do të me konë shumë serios. Shumë serios. Nëni, me bëmë të kujtu vetja që ti e mashkull në atë momente, a di përën është shumë rënd, është shumë rënd. As të një moment kur të vesh na me rol, nuk më kujtohet që unë jem Adnani. Me bëmë të kujtu ty që unë jem Adnani, në tesha të Sofis, a dim përën është. Ekstremarën se e lumë komplet dikën tjetër, a kupton.
Po edhe fundit që kjo profesionalizme edhe duesh me u zhyt komplet me një karakter tjetër. Don përgjësi, puna don përgjësi. Don përgjësi se të na shqiptarët është një emet për që jashtë. Na sot jemi në formë, ose sot jemi sot jetë inteligjent, Blerona, në momenti që i bën disa vite, haj se mirë, nuk ta dim që je kanë më herët të që jashtë dikush, apo kupton? Kjo është emet, të të mi afru ky popull, kjo është një... Si se Adnani mu marrë me... Po të mërë kurën jem qute 8-15, në shku në shkollë. E të shku në shkollë, bike shi, thash, pëse në pashkejnë në shkollë, pa lidhe këshharin, sa ka po, me hipolitikës ma mërmenja se me sinqerë, kështu nuk di me rajtë, se sanësh, e u këthejva, thash, po bona humorist. E që më shku të djelët migjës, thash, po, ja, ti me kesh, unë edhe gjallit migjës, thot, fort, po i që atu i. Jo, kom qenë gjithë si fmi, kom qenë gjithë kështu I veçumi familjes për humor, Po, jem konë pak ma. Në shkollë jem konë ma jurti, në shkollë jem konë shumë jurt, po edhe në shkollë të mesme kom pasat humorin kështu avëtin pak ma. Mas në i kur këmarë fakultet filologjik gjuhë dhe letërsisht Shqipe, në fakultet të aktrimi s'kam shku për arsye se si tri jemi tut me shku. Jo, prese s'na pranoj neve do të me pas njëf shumë e kësi... Avëtin, mendime palidhe si njëri, andaj në fakultet filologjik falë profesorëve dhe dekanit edhe Unionit Pavare që ka qenë në atë kohë e bënëm një grupë të aktrimit, aty kum shfaqë që kum bo vetë skenarin, aty ka qenë Linda Morina, Saranda Zekaj, Elisa Statovsi, Valona Liu, Simon Tanushi që ka qenë edhe Mikel Policin, prallë me të panë, Nuhiu ka qenë Bukuria, ka qenë Shova se harroj dikënë, se harroj shumë kërkej falje. Për këto në kuadrë të fakultetit? Po, të fakultetit jemi konë gjithë aktorë, ashtu që kemi lujtë, dhe më thonë, gjithë me një profesion tjetër. Unë edhe Mikeli jemi nda, kemi shku në audicion për radhës edhe prej atujt jemi të të nuk e kom lanë këtë për pune. Mandej, do me thonë, puna e parë si komedian profesionist, unë esë në prallë me Tupan. Që shërve të rite kjo përzgjedhje ose... Të përzgjedhje, pralla me Tupan, dhe më thonë, në krye me Valonin edhe Antigona Kotorën, ka qenë Antigona producente, Valoni veç organizatorë dhe i krejt emisionit. Dëgjum që është hapë më prallë me Tupan një audicion. Aty kemi shku e krejtë në zanësat e Faruk Begollit. Shë po ka teshët e për në gjunë. Shnet e gjeron. E pas ke lamë i brina. Kështë të morë. Qështë të ka këtë pleta? Se aty kemi shku në audicion, kanë qenë gjithë studentat e ndjerit Faruk Begollit edhe të Enver Petrovsit. Të më drejtu një fartutës, kur që kështë ti që din që studentat me aktrim, unë nuk këto qatë që s'di me bo humor, po thesha mos po lipe diçka tjetër, aty ka qenë Enver Petrovsi, Rames Kelmendi, ka shrët Saqipi, Antigona Kotorri, në njëri, Valoni, po. Kur kom hi, unë jem zgjedh dhe të pejt parve. E hane ka qenë e dit, ma zite e ora 3, edhe unë jem në ora 5 më ka thirë Antigona që ti e pranu, edhe unë e kom gjeru me njëherë një javën tjetër. Në më thonë për aktorëve të parun edhe që me rolin Aslanit. Aslanit, që i pështëll qasanët, që o ka një rol. A i ka rolin Aslanit? Jo, nuk e kom harru, vesh nuk uzej me lujt për pa bok këgja shumë prova, nuk është i kalajshëm, është pege i shtirë. është shumë problem me fol pak ma shpejt se qitash. Edhe rëpavat shumë duke të rolli Aslanit nësë më kujtu? Jo, unë s'kom rëpavat, unë e bësha disa, kemi po me Mijin Bib. Me Hasanin, po, me ato kemi bo. Se jo, unë me rap jem shumë aut, nuk di, që sheni breses në arome full hish. Gjeron që shite? Jo, shumë po më intereson, për një me ditë kështu të prej... Këna me dolë një ditë me piko, për Allah. Edhe këna me... Jo, po, prej atujt më ndej si projekt, si gjdo projekt në Kosovë, si emision Jornist e një grad, e bën një vjetë, 2, 3, 4, 10 vjetë, edhe do të më mbyllë për arsye se hargjohet, jo musafirët, po hargjohet si emisione, sa në mbyllët që ka një projekt tjetër, ma ndaj u mbyllë për allë me të panë si projekt edhe pse sukseshme në atë kohë, në alë takume na i ma bazin, ma ndaj në dënë, që sa vite, jemi të kalu shumë mirë, jemi bo familje, mirë është të shku, mirë është, falenderimi ju shkon në shoqënisë që po na përkrahin, falenderimi mas shumë të njerëzve që po na dojnë, po na dojnë dashni, se nësë ata nuk na dojnë dashni, na do të me lanë këtë punë, thjesht. E na po mënohëm me punu me përgjësit madhe që ata mi bo mu një mirë me këto role që ka bojnë. A ki pas në i vështërsim fillim në prallë me Tupan, kur të shkenis? Kemi pas shumë, Blerona se na... Ti personalisht, ose me shpikjen e rolet, ose të karaktereve që i banë? Unë kom shku Blerona me një karakter që ka qenë një ndër karakteret shumë të mira. Po, problemi ka qenë që pa mërë parasysh ti sa je i mirë.
gjithsa i mirë, aty kom hy një konkurrencë shumë të madhe. Plus asaj kom hy kur Migja Bib ka dalë prej prallës me të panë, edhe në atë kohë kanë dashur ekstrem shumë ata. Mandej unë më aslanin një farë se zaventsu si ti më kanë. Ka qenë mas ne aty ka qenë Shpëtim Deski Moleri, ka qenë Suardeza, ka qenë Shengylli Ismaili që janë dashur i popullit shumë. Unë jem gjusi me parashut, edhe Ryva ka qenë. Unë jem gjusi me parashut, në prallë me të panë, po më kam prit, do thotë për 2 javë ditë jem kanë aktor i pëlqym. Për 2 muaj ditë jem kanë ndër aktorët më të mirë. Domethënë për 1 vjet veç jem kanë shumë i dallu. Okej. Mandej po Sofia lindi. Roli i Sofisë ka lindë interesant. Roli i Sofisë ka lindë interesant. Unë e bëj shaqit Sofi me Shengylli Ismailin. Shengylli kom pas shoqen më të mirën në prallë të panë. Në prallë të panë që lush. Me to bëj shumë skenare bashkë se ne, edhe unë lusha që të gru edhe Shengylli Ismaili po thot Adnan, ti këtë gru do të më bë karakter edhe me lut. Unë jo, s'më e luj një grua, kupton sa shumë e rane sa ne. O jo se jetu lu bukur edhe ato bëjsha shumë e kesh, tash ato kur e bëjsha me kesh aktor edhe ton kohë merr kemi këtë punë. Jo bre se pritejsha me vesh. Është më vështirë në rolin e një femrës me lutë? Shumë rane është, se je këtë aut bre, je këtë jashtë vetës, kupton. Mandej unë 1 vjet s'kom ditë as shamin me ngjit. Atë sa problem u vesh. Mandej në prova pikallzon Valonit Shengylli Ismaili që Adnani të lu një gru shumë mirë, Valoni kur ka pranuar një mashkull me lu grun. Valoni thot Adnan del, pi thom jo se del, u kanë në Kren Kryziu, Kastrioti, kur kom dalë kom lujt. Me një herët nesi do të thotë këshëm në agjerime kanë qenë vëllezërit në Ziu. Edhe unë u bona që jem nona aty në Vdemek. Edhe hina i befasova edhe ata, edhe Sofia ka dhezë do thotë me një herë javën e parë, sa da saj dite për shashvirtin e nonë që ku jena. Që ku e Sofia, roli Sofisë edhe Adnanin përgjithësi. Adnan, role tjera që nuk i zbulu për publikun, a ki? Po, kove të funit e kom pas Leotrimi, një fëmijë të vogël. Një fëmijë problem që ka babën në Zvicër dhe ka lasdru. A i prejnë gjithë shka i blenë, ka pare shumë, non e kam shumë në kuptim ashtu, ma katënare, ma aftën prini është pak ma, kështu që jem të lujtë telefonit tash, adin mja unë i thetë për shëndetëm, a bëdhen kësi. Kusha. Ku me të avestas... Të rollet. Po, të rollet. Po, lotrimin ma kam prit mirë. Po, prej rolit Sofisë është shumë problem... Me dojnë një rol tjetër, ha? Me dojnë një rol tjetër që si kjo. është shumë problem se e pëlqejnë shumë e dojnë shumë, tash jam të përgatit për shtator një karakter, inshallah duhet edhe inshallah pëlqehet. Se nuk ka ma kiamet se me punu për rol edhe në fund nuk pëlqehet. Shumë është rëna vëdhem. Po besoj që tash një familjet jem mësu me i shit karakteret mirë. Për me përvecu sa ma shumë që rolin e Sofis, ke najt me njerëz ose me gra në moshën e Sofis në këtrat, që me i marë këto... Jo, shumë ma bojnë këtë pytje, a është dikun Sofia egzistan, nuk egzistan. është mish një gru shqiptare, kur jem ullë e kom ba, kom menu e qyshë një gru shqiptare. Adin që ka qef mu përzigjet kon, një gjysh asë që ka qef mu përzigjet kon sëne. Problemi është, nuk është roli, problemi të Sofia është që ja kom kap të rullin me një grujet tonës. Që kaq, a vëzon, normal, tash kur tem... Po, unë fillim normal, unë fillim kur i kom një 2 grasë, 2 plaka të full qof një të në të diçka normal, që e ke ngu me vëmendje, qysh me nën, qysh me rëfrym, qysh e pason muhabetin, qysh lidhet muhabeti, se gratë zakonisht, që saj moshet Sofis, nuk lidhet si gratë reja, për shembull si një femën si Blerona, vden, lidhet muhabetin një farure. Aja qysh o të full për gur, aja më herë del, nesër shia, a vëzon, është një logjik ndryshe. është një logjikë ndryshe. Problemi është veç do të me punu. Edhe ju si gazetar, shtire keni kur Adnani ju vjen këtu, kur ose një musafir tjetër, për që ata do të me kanë shumë punëtor, jo demel, për çdo musafir që ju vjen këtu, ju do të mja njoft shumë jetën që ati personi. Se ki musafir ti që të vjen edhe shtu e mundot me kanë bosi. A kupton, nëse ti si e përgatitur si gazetar, ai të mund ty, se na në momentin në rëndina. A kupton? Edhe shumë herët nëse si e përgatitur si gazetare, me mqit mu kanë herën fushën tane, atëherë në ty... është një farë probleme? është shë probleme. Adnani në si gazetare përgatitur, e di që e ki edhe një menager që mirët me pjesën e tjetër, për pas Odeone që je konstant, është Avnia. Po, Avnia. Tregon pak për bashkëpunimin me të. Avnia mas pari kam shumë shok familjar me thonë ashtu, për besë shumë herë nuk më bjen men që e kam menager. Se kam shumë shok, 24 orë i në telefon, pytmi, është një menager i mirë, është një menagjus i sinqert, unë shumë herë i thomë prishë pak si djallë,
se s'mundesh me kon menaxher edhe shumë i sinqert, a kupton? E vet Bovakia lëndohet për mos më lëndu mua si aktor. Se këto blerona njerëz mendojnë që na shkojnë jashtë edhe kënaqemi, shumë herë nuk kënaqemi. Shumë herë din organizatorët më thon valla s'pat njerëz nuk ka parë ose që vetë që të parë ki se kanë më pak njerëz, a kupton mos marrëveshje. Avni është një menaxher si mirë, po them ashtu jo vetë që është i joni, po është i gjithë këmbëtarëve. Me të vërtetë punon shumë me shpirt. Kur të kena na mbrëmje ai nuk flan nështë atë dëjnë mëngjes, dhe të kryna na. Aja vëlla pare, që shka lut, a ka njerëz, apo keni problema, keni hunger book, ajo vendasën në hotel, a shkut në aeroport, a fluturoj aeroplani mirë. Dhe më thonë, kreç të problema, i pa kanë me neve prezent, i kanë në kokën e vetë. Që është, unë i këmë thonë, bravo të kohë, se unë për veti, s'kisha mujtë. Jo, i shkon shumë e ranë, edhe ajo është iniciatori që kur t'vjen Kosovë në mbledh. Mu e aktor tjere, gazetare, shumë në mbledh dhe rrim, që na shumë herë bile Shqipëriut këngëtarit e thashë pse vëlla nuk po mbledh me na vetë qështu. Nuk dina mu mbledh vetë, a kupton, unë me Shqipëriun rri ose me një këngëtar tjetër se, po kështu mu mbledh i vetë një avni është kur të vjen në dhe kjo telefon hajde se. Menaxhen edhe këto takimet, a? Po. Që sheni prezërisht nuk në rronë me fola. Unë e di që te edhe në përdosma dhe kanë erë dhe kënën. Po me qatë të po e vërtet. Mëse më gabem. Shumë je mirë, po kënojmë ka pak në përdosma, po mënej. S'po kënojmë, na nuk jemi, nuk uzojna me marat atë titull edhe mu lasdru me thona, po dina me kënu, po shëqër zot e kemi një gjyrë edhe kena vesh pak për muzik, shëqër për zotit, se në qatë pjesën ku e bojna humorin, unë fund të nusja, e thëmë nuse, po du me t'i kënu na dy kong me defa. Rolin Sofis. Po, rolin Sofis, a ka mund si gjithën kam. Edhe ju thëmë, shumë seriozisht ju thëmë, po me Sofin ju thëmë, përveç ata që në të shku mbaj, ju kur kanë mës të shë ullun. Se njëri martohet vesh njëherë, hajde gjithën vale, i kënejna dy kong me defa, që një shoqe që si, ju thëmë notën e mirë, s'pi edhe. Po kënojmë ka pak, është e vërtet që po kënojmë. Pare, gjep edhe në shpër. Po tash janë gjep, janë në i fakuletën. Janë këntë, atë nuk e djenë. Janë gjithë ato pare, bjeron, janë gjithë ato pare. Që sheni brejtë se s'me ras, as me nejt, as me ajni mirë. Nana, folim pak edhe për komedian tjerë që i kemi në Kosovë. Po i përmend edhe disa prej tyre, Sevdaiun, Rasim Taqin, mandej janë Stupcat, ka e shumë të tjerë që mos t'ja nisemi përmend në emra se harroj dikon që shpëtuar dhe ti, po mënej, këta kritë jonë me ma shumë vite se ti në pjesën edhe në fushën e komedisë. A ki pas në një, s'po themi inspirim, po në i simpati për ndonjonin prej tyne, kur ke qenë shumë ma i ri? Kur kemi qenë në tri, do thotë në tonë me dimi jemi rritë me treshin për sheshin. Unë gjithë si fëmi është shumë interesantë dhe sot dhe kësaj dite, kur se kom pas një idol me thonë, va, mas që ti na tranona. Nuk e di as këngëtaras, humoristas, artistat dhe si fëmi nuk kem konë va tranona mas ti. Por shamo si fëmi më ka pëlqy një sret më qeqi. Si fëmi. Për këngëtarëve, për humoristat, për këngëtarëve. Më ka pëlqy njëra që shka najt, që shka kënu seriozin mirë. A din me imitu në sretën? Ma vonë bleron se nuk jam shumë i mirë në imitime, di me imitu, për s'pëta imitanje. Hajde që pak, e kum pëlqy, po më në shtretën, edhe sot dhe pëlqej se është... Dhe me imitu pak mas i përmenet dhe të Njoni veti tha kja e shoqa jote, tha ju dy lapjana, thash jo nuk kena lapjan me ryven, thash nuk kena lapjan, thash qysh jo, tha e po dojves, jo thash unë im lapjan, ajo lapjane. Ishtë një vesh. Për komedian, nejse okej, Stupcat edhe na jemi një periullë kohore ndryshe, i njajmi. Sajt përket Sevdais edhe Rasim Taqit, unë e thamë fatkesisht, ky shtet, ky popull, ata gjëna që janë dy persona komediant mirë janë shumë atë mirë se na. Unë e kom pas rasin edhe në danë e kom fëtu Sevdain me lu me ta. Nuk du me lu gjelozin, du me lu sinqertin, hajde lujti me mu se je mirë. Me arë Mr. Bini të në Kosovë, që kur gjë nuk ka maj mirë se Sevdaia, për shamull, heqi qa Citron nuk ka maj mirë, vesh pësa i punon me 7 skenarist, me 2 regjisor, e ka ekipen e kamera, a guton, ajo është në hotel të pisok edhe i thonë hajde me lu qitë pjesë. Sevdaia për shamull do të me shku vetë skenarin, që atje i ka një fmi, Elen, do të me shku me qute mi e ka, guton, keq të probleme dhe prapë është i mirë. E marrë Mr. Bini nesër trano mas tina, na kena një Mr. Bing këtu, ose një njëri shumë të madhë, ose një këngëtare dhe dhe be kush është taj, jo shumë gabim. Kjo është një është e gabushme se Sevdaiun edhe Rasim Taqin, o dash një imazh, një televizion joni, nuk e di ajo kanë afru mundësi unë besoj që në, edhe ju kanë afru, por shumë seriozisht mi marrë, jo mi marrë për humor, po mi marrë mi thonë, që ku e keni projektin, na ju rrina mrapa, urdhani vazhdoni ju dy. Se edhe Sevdaia edhe Rasim Taqi kanë ekipën e keqe, njerëz që i luajnë me ta.
nuk janë shumë me pas rastin tha që cima një dy aktorën krah që ja qesin penallat mirë edhe që luajnë mirë, ai është perfekt. Edhe po është edhe Sevdaja. Për mua janë aktorë shumë të mirë, domethënë jam i kënaqur që unë jetoj edhe unë jam sot komedian, më thon koleg, domethënë për mua është kënaqësi që them jam koleg me ta. Edhe që një kohë i kom prit ka gjysore, 1 orë, 2 orë, në atë kohë Radio Televizioni i Prishtinës në prand Prinit, mi po vav qëre leci ndjeri ose qëre kjo. Edhe të na një keqe, do thotë si des humoristi ose këngëtarja ose zotën Rujt, ka vdek Zyra Ndjera, ka vdek Ibrahim Kajkova Leci, DVD-at e ty në nuk shiten kur. Çfarë populli jemi? A në botën tjetër në Angli ose dikon tjetër nëse vdes qaj aktor, materiali ty në fshitet edhe ma shumë. A u thonë? Që kjo? Bëhet hala ma shumë për ta. Ti flasë 2-3 fjallë edhe për stupsat se në është palidhje janë shkalova, jo, është kënaqësi që i ke. Shoqërzot që nuk janë në krahasi ose që nuk janë dukon tjetër, shoqërzot që janë tonët, përveç që janë djemë të mirë, se i njoft të red, do thotë edhe, kam kolegë, janë humoristë që e kanë bën e këtë Barcelonës unë në pjesën e komedisë në Kosovë. Thjesht, pequ i kështër që me kuptu pak ma mirë, dhe më thonë shqyqër që i kemi... Cilin e ke për ki favorit futbol? Realin edhe Manchester. Jo Barcelona. Edhe Kofollapin, dhe më thonë se. Barcelona më pëlqen, është shumë e mirë, për nuk e kam, do të thotë nuk e kam, unë e matë si fëmi, jam me Real Madridin edhe qashtu e metë. Qashtu e metë. Alone ka zakonë atë një diçka të ngjarjeve që ndodhin Ka ndodhë, ka, në përdarsma për ndodhë gjithçka. Këto që me kallëzoj është pak, nuk është për me kesh, është pak e ranë, po është pak e ranë. Ishëm të një shok jam të një ndasëm po shkoj, po thëtë këngëtari që nuk po këtin, nuk është diçka në rregull. Për rasën e Vandrën, për thëmë qka ka ndodhë, po thëtë që a i prinin smut, që e përshëndes shumë edhe tash veç i ka vdek prini se njëf është i joni, po thëtë prinin smut, pashtu edhe nusës gjysha të i vdek. Kam bo basën, një djallë, pëse mos me bo mirë bollë, da është një atë sinqert, mirë, 5 motra edhe i thras motra të thëmë qëra. Djalli martot veç njëherë, mundësisht, kallën e sante, unë pe di kej qëfar problemi, keni bo, da është më tash kallën e. Edhe mirë bollë, para me ndo, në qatë gjendje, unë kur këmë me bo humor, qatë që më kam prit mirë, edhe qatë që kam bo atmosferë, sa që bravo i koft. Një për ngjarjeve, në një ngjarje tjetër ta kallëzoj mas emisionit me Shremin, me do banane, me do... Problem është me kallëzoj këta. E një streti? Një tërë më gjithja? Po. Ja, zemën, ajo është tamon këngëtar, ajo është ta knash zemën në mënyra që shërrinë në skenë. Po thu dhe që është lopeta? Jo, për pasha zoti, jo. Edhe i Gjakovës me kanë edhe pjesën, thash që nuk jem gjelëz. Sevdaja është i Gjakovës, po fola fjallë, jo fjalla fjallë, po. Jo, është përbesa knasi atë njëri me pas nahen familjar. është knasi edhe heq as të i kongë mëse knovesh me thonë mirë mrama, tash vjen këj person. Adin është zotni, është tamam. Hajde ka të zema që është të mirë mrama që është? Jo, përbes, jo, ashtu se kom pëmot edhe. Kja arru pa ka shumë, ha? Maru, lemës u qelë. Qyshin i bleblerunë se të nëvesh, a e mirë? Qyshin është ti? Pak. A je kanë deti, qa ki, pytja? Jo, halasin, po, në shtatë Ngon, lugën e qajt, e lanë me kamomil. Po? Edhe kur bish me flaj qytu e qetë. Qytu e qetë e lidhë, Sa me maj? Po e monë, bëlla në 20 sekonda dhe nesër kur qo është kime pa dhe vetë. Sa këta lema? Si një që bojnë 7-8. A qka ja? Qysh po dhu blerun? Qysh e një bre se s'naron? S'naron me nejtë. Po thët, nëse se shëkon aktor, komediat, qa i shëkon? Po sho zoti veç të raj. Nuk e di Se shka ki kisha ide, ha? mujt me kanë. Andër e kom pas me kanë futboler, e kom darë gjithë futbolin edhe kom qenë kotem futboler i mirë. S'kom du në ekip, po kom qenë futboler i mirë. E s'po di shka kisha mujt me kanë. Nështë ta kishe ushtru ma shumë futbol edhe... Nashta. Kishe mujt Jo, me. përbes jo, se Ajo. ta shkoha jam e veç që dasht me kanë kapiteni një ekipës. Po mirë, po Kisha them mujt që me mos më rrinë më e marrë me humorin, ja që nëse- njëtë shumë ma herët. Po, se di qa kisha mujt me kanë. Nashta edhe najt frizer. Nështë ta dhe Nashta edhe najt frizer, po. Se kom bizatu shumë edhe isha ka një suksesin si Ka frizer. shku mirë. Oke, fullim pak për Adnanin si bashkëshort i dikujt. Qa po të të moti, qa ka të të mëre? Më mos të qila njëna, mos bëna i gare, bleron. Qfar bashkëshort i motër? Po, bashkëshort.
Se Adnani humorist, po Adnani kretë rregull. Po e qenë Familja Adnani, tonë kanë një të keqe. Jo, unë jetoj në familje, do të thotë jam me nanën, e primi tash me 27 në kusht i bën 2 vite që ka vdek. Ka vdek për një smundje që po vdesin edhe shumë njerëz në Kosovë për smundjes të kancerit. Zoti ka thonë që ashtu, edhe pse mërzia këtë aty të mëdhaja dhe të mungon, po Zoti ka thonë ashtu, edhe tash na duhet veç mu pajtu. Zoti po na jep dasma dhe po na jep pare, që pi thojmë faleminderit, po edhe një e keqe kur të vjen duhet me thonë prap faleminderit, do thotë që kish mund me kanë një më e keqe Zoti na rujt. Unë jetoj me 2 vllaznit, ata 2 janë të martuar, e kemi 3 vajza të më thonë, që janë më të mira në botë princesha. Unë jam pa martu, do thotë pritet me Pritet së shpejt. pritet. Po pysin Sovjet i ka Adnani, ose Sofia. Sofia tash i ka 79, Adnani ka 33. Okej. Faleminderit. Shumë të kanë komentuar dhe kanë thonë një shumë se vdaj shumë Jo, në ato Prishtinë. qanë SMS-a të këqi, do më thonë që ka shona i kush lirë, se ka hargju pare njëri, s'ka derë. Po dhe se kam problem. Qyshe menaxhen këtë pjesën kur të për shembull ndaj kush që komenton, nashta edhe kundërtej. Nuk janë ketë ata që thojnë shumë i mirë. Normal. Ka edhe do që ju pëlqen Allah. Më i mirë në botë me kon. Shumë thjesht, është shumë normal ajo. Po të kallëzoj shumë drejt. Më pëlqen dikush që të jap një kritik të shnosh edhe të mëshme. Kritika e shnosh është kur të jap kur thëtë Adnan nuk po më pëlqen me qitë pjesë, a kive vedia pa vedije. Po dikush për shembull mund të qa po di, tash problemi është krejt komentojnë prej emocionit vetë. Ku me ditë çfarë emocioni je ti? Tash ta jemi 50% në gjep. Tash jemi atë mlefim se s'kam pare, hajtë të shaj që ta. Ose tjetra, ti mosh me ka me një mërzit familjes, edhe dalën e emrit, a kupton? Se është shumë gabim me sha njëri me banal, është shumë gabim se nuk shahat. Mund është me thonë, ky person nuk më pëlqen, është shumë normale, po sidomos kur dikush nuk e ka profesion aktrimin, se me thonë e verë Petrosi, ky djalë nuk din, ti thu, po okej, faleminderit, po qohet njani thet, Mahmut Feratis dhe me kënu. Çka jemi profesion frizer? Mos është marrë. Nëse thu së më pëlqen është okej, po me thonë s'din, se do të me kanë shumë profesionalist me thonë s'din. A kupton? Kështu që jo, i marr shumë but, nuk e kam atë problem se kam profesionalist me jep një koment për dikon, një profesion tjetër që ty s'ta kanë. Nuk më pëlqen ka drejt me thonë dikush. Si pëlqen më vëlla? A kupton? Na jemi po me thonë nuk din blerona me udhëheq një emision, çka jemi profesion vëlla? Të shtëpia. Ik, të shtëpia. Që shini për çfarë me fol. Se të dia ke pa një lajm edhe për Bleron e kishin nxit njëra nga moderatorët seksi në Kosovë dhe në Shqipëri. Po, Bleron shpesh po të nga Ka mendon ti për çit punën e Çka po mendon për çit punën e punit që tha ky djali? Ku je banan? Po më çet, që shini për se Çka po bëni? Atë keni vendos pijamet kur mi vesha. Po, edhe pak herët është. Po pyesin, a ka ndodhur me harru tekstin një herë, edhe me vazhdu me tekst tonë në diçka këtë out. Me improvizu në e sa. Armën më të fortë kam improvizimin. Kështu që po ndodh edhe në don edhe në përdarsma edhe ndodh kjo me harru skenarin. Mirë është mos me harru ngjarjen. Nëse harron ngjarjen do të më nal. Me harru skenarin nuk është edhe fort problem, se jemi të fol një temë caktuar, nëse e harroj qita bën edhe një pije tjetër, apo kupton? Po vjen fjala. Kështu që ndodh se përgjithësia është e madhe, si për shembull në don, ne kemi 3 skeqe ti, nuk ki mundësi pa harru diçka. Nuk ka mundësi. Po, vështirë diçka. Që shi vlerën se ke djalë s'pëlem me ai mirë. Ai çumi të kombre veç me qysh pak më tani unë po thirrë çish po dope. Çu vlerën, çu dhe pak. Vallai mirë ka qenë atë Bleron. Jam u kënaqur. Mirë. Mos po të marrim po diçka, mos kemë shku. Mos kemë shku në darsën. Pengon diçka. Ai gara më ina të kënaq, mos bëna ai gara të kënaq me çfarë darsën. Po pyesin, edhe mua po më intereson, edhe kam pyet për muzikën te këngëtarët. Sa i dëgjon këngëtarët, çfarë lloji, çfarë zhanri muzikës i pëlqen Adnanit përgjithësisht. Po di, krejt muzikat i pëlqej. Do të thotë kam veshin, nuk kam diçka ndame. Mos më të rrejt shumë i pëlqej kohën e Danit Afrimit në 37, do të thotë këta këngëtarë të ri të mirë janë. Mu më pren që tash edhe nuk e di një tekst një këngëtarës tonë pa përmend cëllës. Nuk e di, dyqysh se pi vendosin 2 fjalë që për një anglisht po më mi kuptu, nuk po më mi kuptu. Ma të ndej për e pavatin shpejt. A din anglisht?
e kuptoj, jo shumë, nuk e di, po e kuptoj. Nuk e kam problemin se që unë s'pe marrë vesh çfarë po thonë. Problemi është e ta. Problemi është e ta, problemi është që për një këngëtar të re ose një këngëtar të ri e bën albumin, që sa i të punon album që 2 muaj ditë. Jo motër, nuk punon albumi për 1 muaj. 1 vjet. Por me pa diçka të mirë se limonad den pranë të mërkurën mi dola fati bona do t'i blom, po problemi po qëndron që nuk po ka hite. Mos flasim në muzikë se s'kam lidhje me këtë punë, po nuk po ka hita, kupton. E ngon pramën në akşam, edhe në shtunën qoshën nga paraditën, diellën me të vrasmën nga çat këngë. Ja garditë ta, kupton, nuk. Për shembull, ti sot mundesh me ngu piku mollë kuçe Ramadan Krastiçi. Mytë është ngu hizbot vajat. Do të thonë këtë gjeneratën e re se pas ke po të çepa. Jo, e kam në qef, po bojnë dhrata dora për shembull çka po kënon po bëj het ose Dafina Zeqiri ose kupton, po problemi është shumë shpejt për qesin këngë, shumë shpejt, kupton, po bojnë hallakon, po kryet kënga dhe çka tani. Nuk po është një mesazh, nuk po mendojnë për me jetu kënga gjatë. Po mendojnë mos flas pa lidhje. Jo gjatë, se ka edhe pe aty. Po, çuçi, vjen se kena shoqëror zot këngëtarët tona po din me kënu. Edhe kjo është për shkak të për shembull Dafina Zeqiri këno shumë bukur. Që kisha pas shumë qef ajo çiksa më shpejt me pas fatin e Rajs Trepit. Kisha pas qef sa e meriton me kon një këngëtare botërore. Thjesht se ka vokal, është me plot kuptimin artist. Artiste pa kozmetik, është artiste tamam me vula. Kompletume. Po. Adnan, a kemi ndu ndonjëherë ose te ose bashkë me kolegë që janë në Odeon, se jo me realizu, dyqysh, nuk e di, sy kemi pa kur jashtë tani skenës televizive, jashtë tani emisionit. Okej, përveç që skeqet që i bëmi për vitin e ri. Po. Unë jam të punu një stand-up komedi, po më veç vetë. Nuk e di kur kam e shfaq, qoftë teatr apo në sallën tonë këtë, po Robi gëzohet edhe Blero gëzohet në këtë rast, gëzohet. Vetëm me këta janë që më kanë thonë Adnan ti do të më bëni stand-up, kom fillu me punu, kom fillu me shkru. Kur do të realizoj nuk e di, pashtu jam edhe në bisedime me disa skenarist, dorë janë të kry shumë dramaturgjim, po nuk janë, s'kemi dramaturg të mirë. Pequja është avutan. Problemi është që pe kry po quhen si dramaturg, po nuk din më ta shkru një komedi, nuk din më ta vendosën korniza të mira, kupton? Domethënë, problemi është që ma dit stilin mu, m'ja di stilin Bleronës, m'ja di stilin Visarit, kupton? Jam të këshyr me disa skenarist për me bon një komedi, që është po thuti jashtë skenave televizive, për me këshyr një komedi, ideja është shumë e mirë. Inshallah hajrë dhe del diçka mirë. Qysh jeni mërës në karo me fullas? Ku jeni sa? A të ka ndodhë me shëndru me një skeq të humorit në një ngjarje të ndëm personale? Po më ka ndodhë... Edhe cilën, tregon në ngjarjen kështot, jo? Më ka ndodhë me tetën tamë që ka qenë tezën, unë i thonë, po tetën e thashtu në televizion për me kom pak ma nga të idealit. Tezë jam kër ka qenë në spital, mos e peqashtu, ka pe pjençtë, ka se tani kur të pin ti lakmon, se unë jem të erujt. Tezja ishë në spital, nuk ishë diçka serioze smut, edhe kur shkojnë me pa në atë kohë isha në prallë. Nuk isha asë një skenar, isha me të pas skenar, kesh berisar se për që skenarë. Nuk isha skenar, kur shkojnë me pa tezën, ishin vesh 4 gra në mosh tezës, tezja me pijama ranë, me pijama njëtë kaltër, njëtë bardha, ishin po, si tingi-vingi po. Edhe ja pa shharin që shkova me pa për arsye se preja saj edhe nëzira skenarin, abde komplet nëzira skenarin, po dulë skeqi prej shkallëve këtë të sigurimi dhe rritë tezja, atje do të hangër pesh këshin kanë atë gratë. Kretë smuta prej gjakut për sheqerit, duko shumë kjo mëllësin pesh, edhe aty më kanë dollë që e kom bani skenare tjetës tamë, shtë reale. Tjera nuk po di, në një tjetër s'po di. Me thonë, në rolin e Sofis e ktheve të tetës dhe ngjarjen në hospital. Skenar shumë perfekt. Se s'na karo me po gëzore. Bleron ti s'pamon është asë unë zeja, për ti më pak. Edhe pak, unë zeja edhe pak më në pi. A është vështirë me bo skenar të mirë një skishit? Shumë vështirë. Pikë spari po vështirë. Edhe sa është ndimes jetesa në Kosovë për me nëzirë shtu zakon? Në Kosovë është, po ndodhë çdo ditë dukurit negative, po ndodhë çdo ditë në Kosovë, pozitive po ka pak. Po na zakonisht për me qitë humor do të me marë dukurit negative. Shtirë po është, për arsye se do të me pas shumë kujdes çka po bë skenar. Unë e vetë shkruaj skenarin, do të me këqyr mos me lëndu dikon. Edhe nëse shkruaj për politikën, po mënyrë veten e parë nuk gëzon asnjë politikan me nënçmu. Pa marrë parasysh pse ata mënyrën e mobilizimit të çish punojnë është punë e tyre. Ti e lun ata veç ata si politikan. Jo mi kapën veten e parë si Hashim ose si çapo di një politikan, e kupton? Sa është problem se më thirr një politikan më thon, "Hey, çfarë se ke thon diçka
për një politikë që e kam bë keq. Nuk gëzon as me më thirr, se në zyre i shkoj. A me bëm më thirr që nuk po shumë thjesht kisha lyp takim me ta. Kisha lyp takim me ta, me thon urma. Se garant, a kupton, nëse e kum lënduar familje ose ato në mënyrën personale, po i kërkoj falje se kom ditë. Nëse e ka lënduar puna e vet që ka bë keq në politik, hiç nuk gëzon me thirr. Jo, nuk gëzon me thirr, hiç nuk gëzon me thirr, po të kallëzoj. A të ka ndodhur një deshtash? Jo, shqyqër zot kam shumë respekt. Unë për ta për ata për mu, për mëndoj për gjithë me cilë takona kanë shumë respekt edhe ma lavdojnë humorin cilën e boje kështu. A kam problem njerës që të rëthojnë me kuptu kur je serios dhe kur je të bu humor? Po shumë misa që para 3 jetëm ka thonë një vajzë për quja, ashtu një qik e madhe, ku menu që i ka 15 vjetë, po shumë e madhe, fakultet juridik, më ka thonë, a jeti serios kështu? Edhe unë të lapa e kom thonë, qysh po me ndonë? Po ti a folë serios, a rrenë serios, a bupton. Edhe ja kom shkrua një shkrim, edhe kom thonë, a merë vesh në drejt shkrim kështu? Këshyre që shkrim e mas në jedin sajmë serios, a din? Këshyre ku presja pika, oja, se menojnë që arush, del kjo, hajtë vesh kesh, kjo del pazar me blini kërë, hajtë, bravo, sa për të dhëtë njërë, mene, Ka mërë manja që ty e serioze, për punë serioze, ki familje serioze, full me jetë një jetë normale. Nuk s'ka fajse, nuk s'ka problem kërë janë, dhe kuptu kur e ki serioze. Ta që mos të punë më ashtë tu. Që shqe ble bleron atë? Nësë s'narë më po. Po s'naro, ajo është bishka tjetër, bleron na imi kolega, më me... Që shqe një brese i, o knaqe. E i dali sa telefona se o kryp. Po thu që u krya? Po. A? Po. Po mdo këtë për ju thirin, a? Jo, mu jo, veç... Jo, për bes, dhe më njësë që të... Për shok që përshat snapa, se unë e kam në snap, snapa. Po, ti që të zakonisht qat të këcy, të hajde kalle. Ti me Robin edhe kamermanin Arianin, ja o zamën në tranën e sarë që unë më njësë e këshyri që keni ba diqka shumë ribanit mira, shumë ribanit bravi. Papa, shumë mira. Më pëlqen jetë të qenë. Me që se jemi ka minutat e fundet. Okej, që du të me pas leka? Jo, diçka kështu. Okej, vesh më rajtë, qysh najtë të dhe para, po? Okej. Se di qysh kur të më thonë minutat e fundit fërte ka mandjene që ka du të me bata, shabë dhe Qunë si fyrë një fmi vëgledhone edhe në mosë me hasë gjukun. Se s'kina bo veç për 3 veta, kuko. Ja, u knaqëm, dhe me knaqëm. Ka minutat e fundit me demek që po shkojmë të e përmbyll muhabetin, me edhe një mesazh sa ma të mirë që e ki për fond, në i përshëndetje ose në një falenderem. Me na i klu një kongë si kitë punëtarë si Për fond, do në veç kësha më thonë njerëzve që kanë, njerëzve që mojnë Facebooka, edhe rrjete sociale i kësha lutë gjithë që mos bojnë reklama pa lidhje. Ale pësjem të volë serios është të sarë. Jas në alët këtë. Qa ke me kesh? Qa ke? Bleron, që ka pa ndodhë? Nguca bleronën pak. Po, a? Po dalim se të vanta. Po dalim pak, je pak. Ishtë ma bonë, që që qëtë se të adheret. Kështë të thonë, ata që kanë Facebooka, mundësisht me kanë matë kujdes shumë, që ka po postojnë. Unë e përshoj poston njani e reklamon një këngëtare. Aje qika, ose ideali ka nevoj për seansa psikologjike, ti pi bë reklam. A, për këpëton, ti pi bë reklam, mërë, 5 mu njerin, bre, hej, 5 mu. Që që ati kjo me ba? A i del kënë shumë keq ose kësem palidhi, mërë, mësë 5 mu njerin. A, për këpëton, jena të i bë reklam të keqës. Mësë i bojnë reklam të keqës, ti bojnë reklam të mirës. A, për këpëton, na kur nuk e shohën Facebook, me thonë, filon doktori me sukses e ka bë qitë operacion. Po që o me qesë Linda Morine, po bje fjalla. Që nësë mu me kuptu, nuk mu me kuptu, ma një njerëz, mësë i bënit mesazh për... Jo, s'komentoj, nuk komentoj, ajo është një njëri si gjithna, është e shënur, inshallah ka jetë gjatë, inshallah ma të punë që e bënë merë pare, inshallah ka fatin e mirë, inshallah Zoti ka drejtu qysh na jemi shumë mirë. Edhe gjani burt mirë. Inshallah më rëzot, edhe ajo është pjesë e jonë, është qeni njerëzor, inshallah ajo është mas mirë të imbotë. Vesh po du me thonë, mos mi bërë reklam të keqës. S'din me knu visar, du të me të kallëzu një shokjyti, ose blerona me thonë visar, nuk din me knu. Dil shit fara se së marre, dil bën diçka tjetër se së marre. Po të rrehin kroj. Vazhdo. Që të normal ty? Jo, që të normal ti, mas 5 vjetë kime po vetën në traktar. Zotin arrujt. Po du me thonë, që kjo? Po, një mesazh për një më shumë i mirë. A kupton? Me ditë ku e kem vend. Mos me promovu ata që po ka për njerëzit. Njëri jap një mendim si me thonë, nuk më pëlqen ekipi i Gjermanisë.
qohën 70 veta shkruajnë, unë kom thonë se më pëlqen. Është e drejtë e jam, është Facebooku jam, po që jam status jam. E ke thonë është s'ki nevojë ti përfuni më shkruaj, më kallëzu që gjermën kanë hongër kompira për më të ku janë. E di unë, po mua nuk më pëlqen, edhe që kaq. Mesazhi jam. Faleminderit shumë që më keni ftuar, jam shumë i nderuar me të vërtetë. Faleminderit shumë Verona dhe Visaru nuk ka me juve. Shumë mirë bashkë. Ndoshta nuk u lash shumë me fol, po për çfarë më keni thirrmu për me fol unë. Po këse u lodhëm diçka tham. Po, edhe këtë ata që më dojnë dua dhone, atë kjo çështë. Është gjithmonë shumë kënaqësi me të pas. Faleminderit shumë, për vjet shumë faleminderit. Faleminderit Era shumë. tjetër kemi ardhur me karakterin e ri që tha e ty e përgatit. Kismet. Ose me stand-up komedin. Ose me stand-up komedin. Kish nuk ka problem. Me kënaqësi na jemi aty. Unë prom na folëm thashun në këtë më shpejtan edhe ti veç thua Adnan që të hajde mos hajde këtë është se dia prom më boni fare për ta thënë se prom më boni fare. Më boni fare shtjellë. Okej, miq dashur. Jo miq dashur, hesh pritesh pak. Jo miq dashur motër, thujau. Ja se jam mësuar ti. Jam mësuar ti. Ja, sa dënesat. Jemi të thirrë që Sabri Adnanin në emision se Po ka qenë për dos madhe. Lemos së çel. Lemos së çel. Kanë shkruajt shumë njerëz për me të pas për një. Faleminderit shumë. Pasi kryve dos atë dhe mujtë marr sonte, faleminderit shumë. Është kënaqësi, për besë është kënaqësi sa ardhin në pensionet e juve, për më është kënaqësi se kaloj edhe mirë dhe barri shumë shlir. Për më kënaqna. Faleminderit shumë. Suksese. Thuje ton. Jo, s'po them ton, po e lajmëroj një këngë të re që ka një orë pak minuta që është realizu prej MC Kreshës edhe Lyrical Sun, apo Pintat. Ata në rrjetet sociale sot kanë lajmëru edhe që do të kesh durata për gjitha dhuruesit e tyre me qenë se kanë 5 vjetorin e themelimit të labelit Pen, po e quaj kështu. Andaj ata edhe erdhën me 2 këngë të reja, kështu që njërën prej tyre MC Kresha dhe Lyrical Sun si durat për 5 vjetorin e labelit tyre e publikuan sonte për krejt fansat. E ndjekim.